Televizja vetëvendosje nuk është absolutisht e interesuar që ta bëj konstituimin e kuvendit. Po e filloj fillimisht me këtë propozimin që dha zoti Dehari, në fakt ishte kërkesë për të gjitha partitë politike, përfaqësues të partive politike që në qoftë se pajtohemi, të mblidhemi jo çdo 48 orë, por të mblidhemi një herë një javë. Në fakt, ne këtë shohim, indikacion shtesë që lëvizja vetëvendosje nuk është absolutisht e interesuar që ta bëj konstituimin e kuvendit. Do të thonë, ata mungesën e institucioneve të kuvendit dhe të qeverisë e kanë reduktuar në problem të mbledhjes çdo 48 orë të deputetëve. Vetëm kjo është problemi i tyre, do të thonë që për ne është problem të vim çdo 48 orë. Normalisht që u refuzua një kërkesë e tillë, unë bile ju thash që ju brenda 24 orëve mund të propozoni edhe 47 kandidatë të tjerë për të provuar se cilin prej tyre se kush po i merr votat në mënyrë që të kalojmë në fazën tjetër. Me të vërtetë është fatkeqësi që për 17 herë u mbledhëm dhe nuk arritëm në fakt që të lëvizim as edhe një hap përpara.